Desha di rreth ju pyeti kushtrimi rreth çështjes së qeverisë, po edhe kuvendit. Cili është mendimi për pyetjen e kushtrimit që e tha pak më herët? Cili është vendimi juaj sa i përket votimit për kryetar të kuvendit, por edhe për çështjen e qeverisë, pasi e shtroi kushtrimit dhe dëshëm marrëm një përgjigje publike? Më bie tani këtu me u përsërit, unë kam qendrim publik edhe e cilin e kemi të marrur në kryesinë e Partisë Liberale Egjiptiane, edhe ne jemi të interesuar që kuvendi me u funksionalizu sa më parë. Si Parti Liberale Egjiptiane nuk shohim asnjë arsye për të mos votu, për të mos u konstituu kuvendi i Kosovës, sepse jemi zgjedhur për të qenë pjesë e kuvendit të Kosovës. Do votoni për zonën Haxhiu. Po. Ne kemi votu 2 herë, domethënë kam votu zonin Haxhiu, do ta votoj secilin deputet, po mendoj secilin sepse mund të kemë persona që normalisht që nuk pajtohen. Në rastin tonë, unë duke pas situatën e nevojshme për të fillu kuvendi dhe pastaj për të fillu afatet dhe për të fillu funksionalizimin edhe mekanizma institucione të tjera, unë e shoh të arsyeshme shumë që të konstituohet kuvendi, të votohet kryetari ose kryetaria kush do të qoftë, edhe pastaj për të kaluar në diskutimin tonë për të bërë qeverinë apo jo. Okej. Domethënë unë për të qenë i qartë me opinionin, nuk kam asnjë marrëveshje politike për të bashkë qeverisë me zotin Kurti. Kjo pjesë mbetet në vazhdimsi, domethënë pas konstituimit të kuvendit, tulem nëse arrim me pas një dakordancë, unë i kam kërkesat e mia që janë rrjedhimisht. Cilat janë kërkesat tua? Janë që të përmbushet programi Partisë Liberale Egjiptiane, që janë përfshirja e egjiptianëve në institucionet e sigurisë, përfshirja e egjiptianëve në punësim, në zhvillim ekonomik, të ketë investime në komunitet, dhe të njëjtën kohë të marrin përgjegjësi në qeverinë Kurti, i cili janë pozicione të cilat neve na garantojnë edhe na japin të drejtë me besu fuqishëm që ne kemi me implementu programin tonë dhe normalisht. Po, e qartë.